Prej shekujve me radhë, shqiptarët kanë jetuar në udhkryqe historike, në pushtime të ndryshme përballë luftrave, shpërnguljeve të detyruara dhe varfësive si dhe sfidave të tyre politike. Shpeshherë kombi ynë është përballur me përpjekje për t'i zbehur gjuhën, kulturën dhe vedijen kombëtare. Megjithatë, pavarësisht këtyre vështirësive, shqiptarët kanë arritur ta ruajnë identitetin e tyre duke përcjell atë brez pas brezi. Kur flasim për gruan shqiptare, ne nuk mund të themi që ajo ka qenë vetëm nën e një familjes. Ajo ka qenë edukatore, ruajtëse e traditës, bartëse e kulturës dhe transmetuese e vlerave kombëtare. Në kohët kur burrat u largoheshin për të luftuar apo për punë për të mbijetuar, gruaja ishte ajo që e mbante familjen, edukonte fëmijët dhe siguronte vazhdimsinë e trashëgimisë kulturore. Ajo u mësonte fëmijëve gjuhën shqipe, historinë e të parëve, respektin për familje dhe dashurinë për vendin e tyre. Në shumë periudha historike, gruaja shqiptare ka qenë institucioni më i fortë i ruajtjes së identitetit kombëtar. Edhe atëherë kur shkollat në gjuhën shqipe na mungonin ose ishin të ndaluara, edhe atëherë kur nuk ishim libra për të lexuar apo ishin të rralla, apo kur simbolet kombëtare nuk mund të shfaqeshin lirisht, atëherë gruaja shqiptare bashkë me familjen shqiptare mbeti bastion i fundit i identitetit shqiptar.